Pavarësisht se gjithnjë e më shumë, roli i grupit në sukseset e një skuadre po krijon diferencë me ndikimin e individit, sërish futbolli ka të pamundur të mos identifikohet me emra të veçantë. Nëse një gjë e tillë është e theksuar edhe në klubet më të mëdha, është e pashmangshme edhe në futbollin ton, që për vite me radhë ka krijuar futbollistë, veçanërisht goleador, lider apo legjenda të ngulitura në memorien e sportazhëve. Në një listë të shkurtuar që mund të krijojnë për futbollin e pas viteve 90, me siguri në të do të zënë vend emra si Fortuzi, si Nani, Xhafaj, dhe mes tyre edhe Memeli. Pavarësisht se e ka të pamundur për të konkuruar me dy të parët, të cilët janë lehtësisht të identifikueshëm me bluzat e Tiranës e Vllaznisë, sërish Memeli ka të veçantën se ka rrëmbyer statusin e liderit në pothuajse të gjitha skuadrat që është aktivizuar, veçanërisht tek Skënderbeu, Tirana, Flamurtari e së fundmi Partizani. 11 fanella të ndërruara në 14 sezonet e fundit, 7 prej cilave në kampionatin shqiptar. Më shumë se probleme karakteri dëshmojnë mungesë stabiliteti në futbollin ton, teksa klubet i ndryshojnë objektivat në varësi edhe të humorit të drejtuesve të tyre. Është e sigurt se nëse Miguel Memeli do të ishte pjesë e një projekti serioz dhe disa vjeçar, do të mund të zhndrojë në një bomber të pandalshëm. Cilësitë e tija fizike dhe intuita përpara portës, gjithsesi e kanë ndihmuar të përshtatet në çdo skuadër dhe të ndihmojë ata të arrijnë synimet e tyre, siç ndodhte me Flamurtarin e sezonit 2009-2010, por edhe Partizanin e tanishëm, të cilit golet e Memelit i kanë dhënë 12 pikë tepër të rëndësishme. Ndoshta është ende e herët për të bërë bilancet e një karriere, por çfarëdo që të ndodhë, Memeli e ka siguruar një vend mes protagonistëve kryesor në futbollin ton.